Plazhi i Velipojës vjen të jetë një nga destinacionet më të preferuara gjatë sezonit veror, krahas pushuesve shkodran të cilët e frekuentojnë prej vitesh këtë vijë bregdetare. Këtë sezon janë të shumtë edhe emigrantët, veçanërisht ata që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi, të them të drejtën, shqiptarët që rrinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më prezent këtu. Edhe ato kanë edhe fuqinë ekonomike, edhe kemi nga pjesa e Anglisë, nga Londra, nga Gjermania, nga Italia, nga Grecia, nga këto janë, por këto pjesa atyre që përmenave parë vinë edhe me një buxhet mirë, domethënë që e planifikojnë për të ardhur për të kaluar pushimet në Velipoj. I kënaqim me shërbimet gjatë ditës, por ndarë është ajo që ne bëjmë atë që ndoshta në Velipoj, domethënë mund të jemi në më të mirë, edhe mund të përmendim mund të radhis këngëtar, domethënë që i kemi pas gjatë këtij sezoni turistik. Sa i përket stafit, operatori turistik shprehet se prej vitesh ka krijuar një ekip të qëndrueshëm punonjësish, ku përfshihen edhe pjesëtarë të familjes. Kjo ka bërë që të mos ketë nevojë për punësimin e stafit të huaj. Me thonë drejtën, në kanë shkruar këto agjenci që rekrutojnë punëtorë të huaj, por jo kam lënë pa ju kthy përgjigje, pasi ne jemi të plotësuar me stafin, me personelin që kemi pas gjatë viteve, që ne i kemi rritur, i kemi me eksperiencë sot, edhe i trajtojmë si me kanë familjes tonë, se ne kemi edhe turizmin, këtë shërbimin që bëjmë turizmin në pjesën e shërbimeve, edhe ne punojmë kemi shërbimin në bazë familjen, punojmë me vllajën, me gruan, me punatën, me mesat, me nipër. Për shumë pushues, Velipoja është kthyer në një destinacion të përhershëm, kur i kthehen çdo verë për të kaluar pushimet. Prej Kosovës, Kaçanikut jena, jetojmë në Prishtinë. Hera e 6 muaj. Mirë zalli, mirë plazhi, mirë njerëzit mirë, këtu ku e bëj plazhin është fenomenal. Unë prej Stuttgart, Gjermani. Se jetoj në Shkodër, ale ne vim çdo vit këtu. Shumë mirë, shumë njerëz mirë, krejt studi. Edhe me koshët e mi, për shumë që gati për çdo vjet. Edhe çdo vjet është më mirë Velipoja. Velipoja është shumë e bukur më duket. Çdo vit vi këtu. Ka sa vit që vi këtu, edhe shumë vend i mirë. Unë nga Firenze vi, në Itali, edhe s'm duhet gjas familjas, vërmijas, veç Velipoja më duhet mu. Velipoja vjen të ruaj statusin e një prej destinacioneve më të frekuentuara të verës, duke tërhequr çdo sezon jo vetëm pushues nga Shkodra, por edhe emigrante e turistë të huaj.